Krimi në familje por ndarmbajtja pa leje mbeten dy sfidat madhore të agjensive ligjzbatuese në vend. Në një përmbledhje të punës së policisë për gjatë vitit 2016, Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se 75% e numrit të vrasjeve në të gjithë Shqipërinë ndodhin për shkak të konflikteve në familje, të pronësisë apo dhe motiveve të dobta, ndërsa vetëm vitin që lam pas u arrestuan 1200 persona me armë pa leje. Pavarësisht se nga njëra anë vetë viktima e dhunës në familje nuk denoncon, dhunë më vete është injorimi apo indiferenca e shoqërisë, e familjarëve tjerë, e fëmijëve dhe e kujdo që kujtohet flas për dhunën në familje pasi ajo ka ndodhur. Ne do vlerësojmë hap pas hapi këtë vit ecurinë e procedimeve penale lidhur me armbajtjen pa leje dhe do shqyrtojmë mundësinë, kjo edhe në varësi të dorëzimit të armëve pa leje, do shqyrtojmë mundësinë e rikthimit të dënimit më të ashpër lidhur me armbajtjen pa leje. Duke e konsideruar luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar si të vazhdueshme, Tahiri tha se brenda 3 viteve u sekuestruan 100 milion euro asete kriminale. Kjo është një luftë permanente, është një luftë e vazhdueshme. Hyn në pjesën më të vështirë të punës që duhet bëjnë policia dhe agjencitë ligjzbatuese, por është goditja më e rëndë që mund të jepet botës krimit. Tahiri tha se këtë muaj hyn në fuqi dhe ligji për gjendjen civile, që përcakton një periudhë 6 mujore kohë që të gjithë të kenë mundësi të deklarojnë vendbanimin real. Pas 6 muajve është parashikuar edhe gjob për të gjithë ata që nuk ndryshojnë vendbanimin dhe ndërkohë me vullnetin e tyre lejojnë mos deklarimin e vendbanimit permanent të tyre. Sipas Ministrit të Brendshëm, edhe pse kanë ndodhur më shumë aksidente rrugore se gjatë 2015-s, viti që lam pas shënoi numrin më të vogël të viktimave. Kjo për ministrin është fryti masave të reja ndëshkuese për vendosjen e ripit të sigurimit dhe shumë shpejt për mospërdorimin e celularit.